Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një dalje për media që nga Selia Blu ndal tek procesi i integrimit në Bashkimin Evropian, aty ku sipas tij kryeministri Rama ka ngelur në klas. Pengmarrësi më i madh i Shqipërisë. Zhvillime dramatike ka vinë për procesin e integrimit të Shqipërisë. Raporti i bar mbeti në klas, mbasi një seri vendesh. Në fakt, nëse i Malit Zi u votua dhe u mbyll, siç e keni marrë vesh, i Shqipërisë mbeti në klas, mbeti në shqyrtim, sepse një seri vendesh ngritën një seri pyetjesh shumë serioze. Të lidhura parazgjithash me imunitetin e Lubi Ballukut, me Akshin, me mediat, me krimin dhe një seri problemesh tjera. Pra, Mali Zi u votua, Shqipëria nuk u votua. Partia Demokratike pritet të hyjë në një proces të rëndësishëm zgjedhor në 23 maj, ku do të zgjidhet kryetari i ri i saj. Në këtë garë do të jetë sërish kandidat lideri historik i kësaj force politike Sali Berisha, i cili konfirmoi publikisht përpara gazetarëve se do të kërkojë një mandat të ri 4 vjeçar në krye të partisë. A mund të më thosh pa kush të tha ty që jo njëherë? Po si e bërë këtë pyetje? Kaq, përgjigje. Berisha, një nga themeluesit e Partisë Demokratike dhe drejtuesi i saj për më shumë se 2 dekada, rikthehet në garë në një moment kur brenda forcës politike ka debate lidhur me statutin. Konkretisht, një nga nenet e njohura të Partisë Demokratike parashikon që kryetari të mos rikandidojë në rast se partia humbet zgjedhjet. Neni ka flet për zgjedhje, jo për farsë elektorale. Zgjedhjet ishin farsë elektorale. Pra, sa herë zgjedhjet humben kur ato janë normale, është detyrë atij që udhëheq të largohet, t'ja dorëheqen. Në deklaratën e tij, Berisha ndaloi edhe tek aksioni opozitar, duke folur për protestën që Partia Demokratike ka paralajmëruar të zhvillojë në 22 mars. Vetëm qytetar shqiptar që do marrin fatin në duart e tyre. 22 marsi është dita e kryengritjes më të fuqishme, paqësore që ka njohur Shqipëria në tërë historinë e saj. Ndaj dhe ftoj çdo shqiptar në rrugë dhe sheshet e Tiranës të tregojmë revolten, zemrimin për çmimin ton ndaj këtij regjimi.